kuptu që ndoshta me Aurorën jashtë shtëpisë do mund krijoje një raport më të mirë me të, derisa ishte në shtëpi jo. Po, është fakt. Është fakt? Po. Çfarë raporti? Sa edhe ku pas diskutuar me Klodin që thjesht këtu mrena nuk kam qef me kriju lidhja s'kur gjo. Lidhje? Më falë tani se po më bëjmë budalla të dy. 100% reale, prap i çdo kjo reale për shkak të situatave të pëlqimit. Lëndrimi lidhje me Aurorën? Reale, prap i çdo kjo reale për shkak të që thjesht më ka pëlqyer si çik, më pëlqen, pra po shumë e bukur. Pëlqen karakteri i saj, kena pas një klik tepër të shpejt me Aurorën edhe I wanna say a lot of things, but mendoni se mund të ketë patur një pëlqim real midis Lëndrimit dhe Aurorës, pra pëlqim si çift. Aurora një banor mbranda nga ekrani. Kur keni një mbranda, Jonida pse s'po e lën të flasi shumë? Se më duket sikur dhe Jonida është banore dhe thjesht po pret radhën e saj të flasi për eksperiencën e saj në BBVK4. Do me thonë 10 minuta, thonë Albën s'kove mujt me duru as një sekund, se do me thonë 10 minuta s'ta ka TikTok, jo në Albën e kom largu me njerë se kom duru, kur i marrë të ndërkohë në Albën e kom pas terapi. Se nga isha Albën, ajo folke me vetën në kjo kun që më ka ndryshu. A kështu sa i përket energjiave të banorëve... Nuk e di, më duket shumë paragjykuese kjo që sa po tha Suanita, po unë Suanita na kam shumë gjanë, më pëlqen shumë, më duket shumë e bukur, më duket shumë e edukuar, më duket shumë e matur, më duket shumë qytetare, më duket... Nuk e di, kam pas shumë qef Suanita. Nuk e di, do doja Suanita ta shikoja banore të vetme. I don't know, I like her. Shumë qytetare, por tepër paragjykuese ajo që tha për Albën. Tepër. Shkak ushtrimit ju këtë dini çfarë raporti ka ushtrimin edhe përshëndes. Asë nuk kemi nejtë në ata. Kushtrimi pse s'është shiftuar këtu? Dhe është shiftuar mentori ku ta di. Po bre, pse po i bëni me zor çift, jo po të pranojeni që keni pëlqim me njëri tjetrin për Lëndrimin dhe Aurorën, like how? Do më thonë, pse po e bëjnë, like, pse, like, pse po mundohen të bëjnë diçka që është inekzistente, dhe po sjellin siklet dhe Aurorën dhe Lëndrimin. Aurora është kreta që thotë, e kam shumë gjanë si djalosh, është çunak, është djalo. Lëndrimi shkoj që është sikletë të shumë e bukur, pse po i sjellin në siklet, pse? Dhe unë që mendoja që është pjesa e dytë e Post Big Brother Kosova dhe do kënaqemi, do jetë fan, do ketë ndonjë drama dhe ora është 10:03, mendoj se ka ngel dhe çerek ore dhe mbaron kjo gjë. Ku është Dolce? Ku është historia Dolce? Ku është historia e Labit? Se nuk e kam ftuar Labin në Albën? Ku është Alba? Alba, personazhi kryesor i këtij Big Brother, ku është? Do më bëjnë alkolik, nuk... Benita me Klodin të u përla, unë me një pjatë frutau, me flok, me rasta. Po, që jam gashti shumë me kesh. Do të thënë, Lëndrimi ka ngelur akoma tek gjërat që ka thënë në Big Brother, i shikon nga Brazili. Shumë e çuditshme, për shembull Ludo kur ka hinë, thuajse gjysmë sezonës apo ma se di bashkë, ka